sot jemi në një moment të rëndësishëm demokratik, ku qytetarët e Kosovës po ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për zgjedhur përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Kosovës. Gjithatë, integriteti i këtij procesi marrë nga respektimi i standardeve demokratike, administrimi profesional i zgjedhjeve dhe garantimi i secilës votë të qytetarëve për të votuar lirshëm dhe pa pengesa. Misioni jonë në këtë fazë të ditës së hershme është i shpërndarë në gjithë Kosovën për të garantuar gjatë ditës së sotme dhe për të raportuar për mbarvajtjen e procesit zgjedhor nga hapja e vendvotimeve deri në mbyllje të procesit dhe numërimit të votave. Garantimit të fshëtësisë së votës, qasjes së barabartë në votim për gjithë qytetarët, sipas standardeve ndërkombëtare, për vëzhgim të pavarur edhe të paanshëm. Rikujtojmë se sot, përveç misionit vendor të demokracisë në veprim, nuk kemi asnjë mision tjetër ndërkombëtar në vëzhgimin e këtij procesi. Kjo bën edhe më të rëndësishëm rolin edhe përgjegjësinë tonë edhe përkushtimin tonë sot për këtë proces. Në këtë fazë të hershëm, vëzhguestarët kanë raportuar mbi gjeturat nga procesi i hapjes së vendvotimeve. Në territorin e Republikës të Kosovës janë gjithsej 2550 vendvotime, 2498 nga to janë të rregullta edhe 52 në kusht. Sipas të dhënave të terrenit, me vonesë janë hapur 1.6% e vendvotimeve, edhe kjo për shkak të mungesës së komisionerëve, në disa raste vonesat në hapje lidhen edhe me mungesën e kabinave të votimit. Në 2% të vendvotimeve ka pasur probleme në funksionalizimin e kamerave ose në mënyrën se si janë vendosur kamerat e që mund të cënojnë edhe fshëtësinë e votës. Po ashtu vlen të theksohet se në 16% të vendvotimeve nuk ka asnjë grua anëtare të komisionerëve në këto vendvotime. Qasja në qendrat e votimit edhe ambientin përreth tyre, çdo qytetar duhet të ketë qasje të barabartë për të mundur për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar, megjithatë për shumë persona me aftësi të kufizuar fizike, ushtrimi i kësaj të drejtë vazhdon të shoqërohet me pengesa. Sipas vëzhguesve tonë, rreth 50 ose 90% e qendrave të votimit në Kosovë ende nuk ofrojnë infrastrukturën e nevojshme për qasje të lehtë, duke kufizuar pjesëmarrjen e plotë të tyre në procesin demokratik. Ndërsa, në ambientet jashtë qendrave të votimit janë hasur materiale të subjekteve, materiale promovuese të subjekteve politike, megjithëse rregullat zgjedhore ndalojnë vendosjen e tyre brenda në perimetrin për 100 metrash. Kjo është vërejtur në afërsi të rreth 2% të qendrave të votimit. Në anën tjetër, policia e Kosovës përgjithsisht është duke kryer detyrat e saj, megjithatë sipas vëzhgimit tonë, në 10% të vendvotime është raportuar se nuk ka zyrtar policor, ashtu siç e parashef procedurat edhe ligji për ditën e zgjedhjeve. Edhe në këto zgjedhje votuesit kanë të drejtë të votojnë. Është më rëndësi ta rikujtojmë që kanë të drejtë të votojnë deri në 10 kandidat, gjë që u bë e mundur pas ndryshimeve ligjore për votën preferenciale. Institucionet për administrimin e zgjedhjeve janë të obliguara që të informojnë votuesit për këto rregulla përmes vendosjes së posterëve informues në qendrat e votimit. Megjithatë, vëzhguesit kanë raportuar se këto instruksione në 4% të qendrave të votimit mungojnë, edhe pse do të kemi një përmirësim nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Megjithatë, 19% të qendrave të votimit gjithashtu nuk kanë tavolina ndihmëse, që si problematikë është e shprehur kryesisht në rajonin e Prizrenit, Kaçaninkit, Prizrenit, Podojevës, Prishtinës dhe Pejës. Këto janë ato të gjetura të cilat kanë raportuar vëzhguesit tanë, edhe duke rikujtuar sot inkurajojnë qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre, që të marrin pjesë në procesin zgjedhor edhe të japin vlerë këtij momenti demokratik, cilin sot po kalojmë si Kosovë. Nëse keni pyetje, nëse jo, faleminderit për gjitha të gjeturat, raportet gjatë ditës edhe gjatë procesit. Demokracia në veprim do t'ja informoj me kohë përmes komunikata apo përmes konferenca për media. Faleminderit edhe një herë.